Ishte një nga gratë e rralla. Unë e respektoja ta mem si motrën time. Tash si ndodhi se di. Po, Çfarë të themi? shefiti? Shefiti nuk e di. Konsumonte alkool? Jo, asnjëherë alkool, vetëm alkool që përdor kur ai. I vetëm i burrë që përdor alkool. Mendojnë që ardha e djalit vogël nga Greqia ka qenë sebebi i Mbase ka qenë problemi. Si ishte djali vogël, konsumator? Ai ishte një nga djalët më të urtë që se si ka patur problemet e tyre. Në momentin që ndodhi ngjarja ju si komshi keni ndjerë? Jo, nuk isha në shtëpi. Isha në nga baktit e mia. E dinit që mbante armë në shtëpi? Jo, nuk e dija. Se janë anëtarë këto në fshatin tonë. Sa vite kanë? Po, mbi 20 vjet. Që kanë ardhur këto. Si njihit juve nga larg? Nga largu i kam njohur njerëz më të mirë këta këtu. Komshit më të mirë që kisha. Sidomos zonja. Zonjën e kisha ta mem si motrën time. Me çfarë punësh merresh? Megjithëse ishte moshë madhe. Vetëm ajo mirës me këto, me pularit, me këto, me të gjitha gjërat. Me kë jetonte çifti? Të dy, vetëm. 9 fëmijë ata jetonin vetëm. Sipas jush, kush ka qenë shkaku? Nuk e di. Edhe para 4 ditësh kanë patur një grindje, ka ardhur policia. Po, e di ata, problemi që ka patur një grindje, nuk e di. Të them që Pisa po thoshin që me ardhen e djalit një prej bjeve nga emigracionit. Më dëgjoj mua zotëri, se tërë, nuk e di, jo. Kështu thon, nuk e di. Masa ka lozë loto, nuk e di, si kështu kam dëgjuar. Ka lozë loto, gjithmonë ajo është problematika. Tash do më falni se rrofshit. Tu, para. Atë ju jeni gjiton. Po, aty afër. Si e njihni? Po kështu në fshatin mirë si. Se s'kam pas brenda për brenda. Se di. Me se merreshin? Ky Përditshmëri. Ky me përditshmëri këtu Kovaç ka qenë me baçën këtu. Merresh ka qenë Kovaç këtu. Po zonja e ndjer? E zonja këtu, shpijak. Ju çfarë keni viktimat? Ne si kemi se këta janë ardhur. Ta janë ardhur na levan plak çaquat anë. Në komunitet si njihen këta si çift? Këtu në komunitet mirë një që nuk ishin gjë. Vetëm me këtë Ka në familje këta para disa vitesh. Kanë vitesh kanë qenë me kunatin, se ka kunatin këtu. Atë shpinë Trekaçe kam pas me njëti nuk flisnin, nuk shkonin. Për çfarë arsye? Nuk e di. Kunati vllai i këtij vllai dhe motra ka këtu, se kanë këmbyer. Po brenda familjes kanë patur grindje se ka ardhur dhe policia? Nuk e kam marrë vesh. Të gënjej të them që se di. Çfarë problemesh kanë pasur në familje si çift? Si çift nuk janë dëgjuar. Nuk janë ndjerë. Po me fëmijët kishin probleme? Nuk e di se kanë qenë larguar fëmijët. Fëmijët ta vinin shpesh? Jo, fëmijët e mëdhenj nuk vinin shpesh. Një prej bjeve që është kthyer tani afër, përdor alkool? Nuk e di. Nuk e di. Si ndiheni pas kësaj ngjarje? Po shumë tronditur se një gjë shumë makabër që është bërë në familje. Ju si mësuat lajmin? Në matë telefoni, se unë ishe në punë, punoj largë në një fshat tjetër, edhe kur e pash në telefon, më merë dhe motra në Tirana, e tha këtu, tha, ka ndodhur ati, nuk e di, vetëm kur e pash në telefon.